Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios dhe kanalin 10 në Digital. O ju jetan, o Teletabi Satan, mirë se keni ardhur. O Juli, jam shumë entuziast. Angelo, pse je entuziast? Çfarë ka ndodhur? Se po merr Stenaldo në telefon. Hapja Stenaldos, le ta dëgjojmë live kur flet, vetëm mos shaj thuaj se jemi live. Mirë valla. Si je? Osten, sa kemi hapur emisionin, thjesht mora për të thënë që futemi në pjesën tjetër me ty, okay? Je live, vetëm mos shaj. Okay. A jam live? Jemi live. Jemi live. Po, mos shaj. Të presim të vish, më thuaj kur ti je poshtë që të. Po sa është ora burr? Sa ishte direktor? Steni, sa kemi filluar? Edhe nesër. Po, jo, e kemi për sot. 18:07. Kemi bërë një gabim taktik se kemi nis për Kashar. A je nis për Kashar, okay, Steni? Domethënë ka patur një keq kuptim të vogël. Steni, vetëm ti nuk duhet ta bësh këtë, thot DJ Vini. Po le më se e kanë paguajtur për kamerë të fshet. I thuaj Vinit, i tha shoferit ma lete mu t'ja çosh ku duhesh, po jo, insistoj që ta merrte vetë në makinë. Okej, ti po desha hajde, po desha mos hajde si duar. Jo, vlla jam aty për çështje minutash. Okej, super. Shihemi vetëm pas pak. Okej. Dhe kështu me këtë zë melodios të Stenaldo që e presim nga moment të vinë në studio, ne ju urojmë mirëseardhje përveç se të gjithë ju që po na dëgjoni dhe po na shikoni nga kanali 10 në Digital, edhe të madhit DJ Vini që është rikthyer sërish për pas një pune grandioze. Hajde, ide. Po kesh këtu krushish me këtë ikim Vino. Pa e përgjithë nga Kashari. Vino duhet të bësh atë. Hyn në valle, halla e madhe. Vini ka qenë për gjithë periudhën e Big Brotherit në krye të detyrës, e ka thirrur detyrë atje dhe nuk ka qenë Big Brotheri, mos ngatroni gjëra. Do të ishte, po kujdet. Ne të panjohuri se Vinin e njohim nga të rrjedhë që bën në radio, televizion, Angelo Shkreli dhe Julian Hurdha për t'ju shoqëruar në këtë mbrëmje muzikë. Quhet as mbrëmje, ka zbar dita, është diellin kup qielli saç, po. S'ke çfarë ti thuash. Po në këtë mbasditë të fillim javë duhet thënë dhe këtë mes muaj dhe tani i bëjmë thirrje presidentit Amerikës. Jo, po ç'pun kemi atë, po kamera filmo se jemi shumë serioz në këtë. Mr. President, please. Mund t'i thuash please siç e thot ai, të lutem se ti e bën më mirë? Jo, më burr, nuk mund ta imitoj unë presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, çfarë thua? Please, ndaloje luftën, ndaloj këto sulme se sa më shumë godeti aty, aq më shumë goditemi edhe ne këtu. Na ra bret ku duhet ndërru çmimet, hype zdryp. Kështu që ti bia ne na bin këtej, të lutem. O Julo, po jo më se nuk ka ai lidhje me Dhe unë do t'ja them presidentit Trump kur ta takoj, ti je i sigurt. Ti do ja thosh respekt. Ti ja ke thënë gjithë. Ku të metër shokut? Hello. Ti ja the, po kujt ja the? Se si vajti do deri atje. Ai miri nësa. Po, patjetër. Në top fare në këtë të hënë, ku data shënon 20 prill 2026. Jemi 2 ditë, pothuajse 2 ditë pas përfundimit të Big Brother që duhet të thënë ishte vërtet një spektakël i jashtëzakonshëm prej 7 orësh, duke i mbajtur mbërthyer deri në orët e para të mëngjesit të gjithë. Nisja për mua ishte vërtet fenomenale. Një ritëm qoftë në kamer, qoftë në xhirime, qoftë në këndim, qoftë në moderim, në të gjitha aspektet. Gjithsesi ne vazhdojmë dhe e çuditshmja nuk ka ardhur akoma. Po ju s'leni as për të merrni frym, more. Alo. Çuna, përshëndetje. O, përshëndetje, mirë se u riktheve. Idet, teku 10.000 euro i Rogertit me letra, me firmë dhe me vull. E sa e shet? 20 milion lek të vjetra. Për një minutë tani. Si 20 milion lek të vjetra, një çek që është 10.000 eurosh. Po, atëherë kameraman filmo, është çek serioz, i fituar me mund, me djersë dhe me sharje pa vund. Ore, këtë e kuptoj unë që është fituar me mund ai çek, po si ka mundësi 10.000 euro çeku ti e shet 20 milion lek? Sigur i bit. Çuna, përshëndetje. Rogerti thot, blieni para se ta dyfishoj. Aha, qartë, ti po e shet me gjithë dyfishimin. E kuptova. Përshëndetje. Po përshëndetje, Arbur, përshëndetje. Si dhe teksti Kongës Tirana nga West Side Family.
Po ky pse shitet? Por arsye parashikimi, kush e blen, parashikon të ardhmet, letra, targa, yllësimi, numrat e dhënat, ju përshëndet, dhe kalofshi. O zot, 1 minutë, mos e s'to kuptova tani. Për çfarë shitej ky teksti Tirana West Side Family? Miri shet tekstin, konkretisht frazën, gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë, por yllësimin, dhënat dhe numrin, ju përshëndet, dhe kalofshi, zamë gënxëm. Po nuk e kishte Mirja të frazën. Ky është problemi. Kush e kishte? E kishte zoti Rama. Çuna! Përshëndetje! Po përshëndetje. Po mos më ndërprim, se jam të po video me kameramanin o burr. Më rregull, më fal. Ha. Miri e shet pasi nuk e fitoi çmimin e madh. I than, "Sigur nuk e fitove." Edhe këtij erdhi direkt dhe men, gjithçka që mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Nga sot do me shit, mos të kujtojmë dhimbjen, dhe kam dëgjuar që do të shesi dhe krevatin, atë në Gjermani, se këtu në Shqipëri, E ka tek këtu, në rregull. Tani, kjo është një ofertë që nuk mund të refuzohet, për të qenë sinqert, se rrallë të bie rasti që ti të kesh tëndi një frazë të tillë, ta blesh, po. A mund na thuash ku mund ta marrim? Ne kontakt me që. Përshëndetje. Për kontakt nuk kemi akoma, se Miri t'ja ka marrë telefonin Rogerti, por nëse kalon nga Myslymshyri do e gjeni. Aha, hej, syrit kam patë Myslymshyri. Çuna, përshëndetje. Shitet avion privat, shitet krevat finalist. Nxidhonit për fitonit dhe po e kërkojnë shumë. Ngjizje dhe bërje fëmijësh në krevat. Ka shpejt fillun me kërku, direkt. Po më kërkojnë dhe mua bashkë me krevatin. Pse? E kërkon dhe Sabiani. Sabiani kërkon krevatin. Po pse? Do të hyjë në sezonin tjetër, madje kërkon dhe Milani se do të shkojnë finale. Kush ulet aty, shkon finale. Je ulti se po dëgjoj sustat, që i ka përdorur shumë ai krevat. Nuk jam ul. Unë rinë këm, ullur e di veti. Qartë, ke përqit në gjë më, po ta mbyllim ne. Çuna, përshëndetje, shitet triceps, biceps, muskul i barku, shiten për arsye mos përdorimi. Pronari i kishte, por nuk i hyn në punë, por i hyri diçka tjetër në punë. Po çfarë thumër për se na bëre lëmë s'po të marrin vesh, si mund shitet triceps? Adresa Elbasan, te shtëpia që do blejnë Tiranë ose në Kosovë, te Prigena. Aha, ti e paske për Mateo në la. Ti moderator o qeken gjumë, por kujdes se lodrat fluturojnë, për më shumë dhëna ju lë çmimin, dhëna dhe numrit, ju përshëndes dhe kalofshi sa më këndshëm. Kalofsh sa më këndshëm edhe ti. Ç'na ka gjetur vetëm me shitje, dhe siç nisi dhe ai prime dhe ajo finale e jashtëzakonshme e Big Brotherit jepet me qira, nuk shitet. Studio e Big Brother deri dhjetorin sa të nisi sezon. Ej, Dalmo. Veni. Jo, më falni, kam unë hadhe mia se tu nga smot profesioni o çuna. Me mikrofonin, a? Hajde burse ti dita kapësh. O do fusi dur, do nuk rri do ta luajnë ai gjë. Jo, mikrofonin nuk ja fus durut kur, me thon drejtën. Po s'ke se si ja fut mikrofonin. Nuk më impresionon si objekt. Jo, në fakt është shumë interesant se ke se ja fut. Po prit se tu i si kluf kështu. Tu i fut durin zonën klufit. Ky emision në kanalin 10 digital për ju që nuk e dini si ndrohet sfungjeri i mikrofonit, ju mëson dhe si futet. Po si futet sfungjeri te mikrofoni. Stenaldo, çuna nga shtëpia e Big Brother në shtëpinë e dytë tënden. Sa i bukur që ka programi. Po pritet ti s'ke pa gjë akoma. Pastaj jo s'kam parë gjë. Po kur të s'ke dëgjuar gjë se. Po kjo është radio që shihet dhe radio që dëgohet. Ne jemi për nam dhe jemi për smali më fare ne. Vetë e ke dhënë mundësi ç'a të bëjmë ne tani. Jo, edhe radio ime shikoj, por radio ime shikoj në YouTube valla. Kjo juja shikohet në kanalin 10 digital. Po, është shumë e bukur, është shumë e bukur. Ej Sten, si ishte dita jote sot? Top apo top fare?
Se top fare është emri i emisionit. E kuptova këtë paralelizëm apo jo? Shiko, ishte top fare. Bukur, pas ka nis keq. Po nisi çik kështu rrëmujshëm, me thënë drejtën, u desh me shku në 2 vende, në ato vendet nuk i kapa dot oraret, pastaj shkojmë në 2 vende tjera. Okej. Ti edhe këtu s'kishe për ta kap. Po për zotin po, sepse u nisa për një moment isha tuar në makinë dhe ai taksisti vendosi të nisë për Kashar. Në top i thashon, mirë, top thamu po. Më ka mendu Big Brotherin aty. Diku ande nga se nuk e di përmendën do temrat e qendrave tregtare, nuk i themi fare këtu. Jo, mos i themi fare. Ai ka ndej, ja. Fiksa aty te rrethi. Diku ande nga rrethi e kuptova unë që ky sikur s'po ikte ani. Çfarë bën vëllai tash? Çfarë po bëj vëllai, po çojnë Kashar ta ke topi. Jo, më burr thash, jo. Kemi ka top dhe top. Kur na morën në telefon ku ishe, Osten? Më morët ju mua. Jo, pastaj më morën ti, po drejt. A pra burr. Un kam qenë duke kthyer. Po ku i di ku ishe për nesër çfarë më bëti po. Çfarë pyetje bëj unë po. Mos e bëj, ej Stan. Nuk duam të bëj të ndjej. Ore, kthyen. Top channel ka me live. Jo. Bukur sepse koha nuk fal. Ta marrin vesh kush ka këto dyja që na fyen se. Rogerdi. Jo. Kur jemi me kufjen vesh gjuni gjo stereo. I dëgjoj të dy nga njëti poziciones. Me vërtet si ke njoft fytyrat akoma je kështu konfuz. Se ti për shembull si e bën dallimin ti me Julin për shembull? Mes meje dhe Julit apo mes Po ç'pun ti me Julin? Unë Angelo dhe Juli pra. Shikoj, Juli fillon emri me A, tjetri me J për shkak. Okej, kjo është e para. E dyta, Juli është ai që mes të dyve është më i qeshur. Okej, që ngam sterr do. Po ti je pak, jo më sterr, pak gri kështu. Është nga fieri, ande ku kanatierë. Ç'a vendi fieri dieti? Polonia. Kyshe? Ç'a vendi? Ti ke qenë mund qendër ti. Un kam qenë ndërnana se çfarë thotë gjë. Çfarë ndërnana ke qenë ti? Dashat mashtroj kë. Ç'a bën Janë bërë pothuajse ka kaluar 24 orë që nga lançimi i këngës me Stinën, koha nuk fal dhe ka shkuar diku te 300.000 views për 24 orë dhe të gjitha komentet në hym dhe i pam janë pozitive. Si ndihesh? Shumë i njohës shumë. Unë tani shtypa të butonin tim këtu në thonjsa dhe marr një pozicion komplet tjetër. Nganjëherë mendoj që këto dy janë të mia nuk u pam plotësisht Big Brother, për këtë më vjen pak keq. A nuk patë kohë Stenti tregoj apo nuk? Jo, nuk pata njerëz. Okej. Më falni, me gjithë respektin. Po patjetër. Nuk pata njerëz. Kjo nuk bën askënd nga ata të atjeshmit më pak të vlefshëm, thjesht ne lidhemi me ata që lidhemi. Dhe unë me kasin që pata Big Brother nuk e gjeta këtë. Hiq Nestin vet, Stinën. Okej. Luizin patjetër, pra aq pak kohë sa ishte me mua. Malin, po me Malin ishim shok të një tjetër lloji, nuk kishim nga këto lloj batutash. I të paktën jo përgjithsisht. Okej. Ndanin të tjera gjëra. Edhe banor të tjerë tek tu. Pa diskutimi Lirin, disi Armirin, disi etj. Megjithatë të kthehemi te main topic. Koha nuk fal. Shumë i njohës çuna. Shumë i njohës se kënga ka ecur mirë, vërtet i ka kaluar 300.000 views në sa kam parë unë tani së fundmi. Ke dëgjuar po. Komentet janë, jo këtë parë themi realisht pa asnjë lloj kompleksi kështu. Ne mos ka kompleks asnjëherë, po kjo është fjalë e natyrshme, krejtë natyrshme. Parë pra tani. Jo, kam dëgjuar. Se u bë shumë serioz. E dëgjova view-in? E dëgjova foton? Po jo, po regjisht kjo. Jo, e pe muzikën e Stenaldos? Jo, është mirë shumë. Duhet të them vetëm që Nesti Stine ka bërë një punë kolosale për këngën. Gjithë falënderimi i shkon atij. I shkon çunave dhe gocave që kanë punuar për të realizuar klipin, i shkon Fort Gracias, i shkon Asia Film Studios, i shkon çunave të bandës Samir Tadushit, i shkon Kërcit, siç e themi ne, Jorgenit nga All In Band, i shkon Alfonsit, basistit, të gjithë njerëzit që u angazhuan për ta mbaruar këngën në kohë rekord. Dhe un jam një këngëtar në këngë, pra nuk është se kam një merit në shkrimin e tekstit, edhe pse Nesti do të dalë asnjë këtë bisedë. Po ishte këngë e tij dhe një nga këngët që e kishte shkruar me shumë dëshirë përpara një far kohe. Dhe jam shumë i lumtur çuna që kam rastin të kem një bashkëpunim me një emër të lartësisë Stinës. Bukur. Dhe po aq i lumtur që kënga ka ecur mirë dhe që njerëzit e kanë pëlqyer dhe që është vetëm e para. Mora vesh që Kristi donte të bënte bashkëpunim me ty. Kristi, s'kam dëgjuar. Bajame, jo, nuk e ke dëgjuar këtë? Krist Lame do të thosh. Po. Ja. Unë dhe Kristi jemi
të ndryshëm në gjitha dimensionet tona. Nuk do e pranoj bashkëpunimin me Kristian. Jo, kjo nuk do të thotë që s'do ta pranoja, por do të thotë që natyrshëm nuk më vjen ta mendoj për shkakun që të kem një bashkëpunim me Kristin, pastaj jetës nuk i dihet kurrë, por nuk e kam menduar në një. Jemi thjesht muzikalisht të ndryshëm. Sten, a ke marrë ndonjë mesazh? Krisi e bën shumë mirë të tjerë, absolutisht. Unë kam gjithmonë shumë konsiderat për Kristin si këngëtar. Është shumë i mirë në zhanrin e tij. Shumë i mirë. Po ke marrë ndonjë mesazh nga ish banorët pas daljes që se prisja në një surprizë? Si, çdo më thënë. Të shkruajti dikush nga banorët ose kur kam dalë. Po. Jo, më kanë shkruar. Ose edhe kur kanë dalë ata. Jo, më kanë shkruar shumë. Ata që kanë dalë mbrapa meja nuk kryesisht ishin në good terms me mua. Domethënë hiq para në marrëdhënie shumë mira. Ishte Nikolin vetë dhe Malin, që unë kam për zemër të dy shumë Malin në nivel tjetër, po dhe Nikolin patjetër që po. Okej. Kemi pasur një Big Brother të mirë bashkë për sa që ndruam atje. Pjesën tjetër të banorëve, jo, as nuk kanë shkëmbyer as unë jo. Kur kam dalë nga shtëpia, studia ishte më plot se sa shumicën e herëve kur vjen puna te ish banorët, te prezenca e tyre. I gjeta atje të gjithë. Dhe patjetër, domethënë kam shkëmbyer me një pjesë të mirë të tyre, por misit kanë ngelur siç janë parashikuar brenda shtëpisë. Ju e dini që unë kam mësuar shumë kësaj gjës që në Big Brother marrëdhëniet njerëzore nuk ndallojnë nga marrëdhëniet jashtë shtëpisë. Fare natyrshëm ti do krijosh marrëdhënie me njerëz që përshtatesh. Unë jam përshtatur më shumë me ata që kanë parë brenda shtëpisë. Kam menduar gjithmonë që lojtari dhe personi nuk janë dy të ndryshëm. Po. Dhe si rrjedhoj nuk pres që jashtë Big Brotherit tim të bëj në një shoqëni të madhe me në një person që brenda Big Brotherit. Okej, ne na erdhi një mesazh fiks mu tani, kemi këtu mesazh audio. Vini të lutem na jep pak se se di mas kush është. Jo, Stenalo! Stenarius! Bro, shumë urime për kongën. Ti edhe Stine e keni qa! Bravo! Ka dol Xix, ose qysh edhe kuptohet ndryshe, ka dol si shekulli i 19. Këto e kupton vetëm ti. Shpjegoj edhe çunave atu, që edhe po ashtu mi përshëndet. Ju përshëndet çuna. Shumë urime edhe shumë suksese. Bye bye. Marrë Goceri. Na nisi. Edhe përshëndetje Mal. Po ç'është kjo shekulli 19? Ai na tregoj çik. Mali. Mali ishte nga ato lloje zemrash njerëzish që mund shkojnë në luftë me të dhe të ishe i sigurt. Patjetër. Ky lloj impresioni të jepte. Shekulli 19 na nxjerr shekulli 19 dhe nuk kemi më pyetje serioze pastaj. I çoj Malit këtë a këngën, a kujtun se për çfarë ishte biseda. Për këngën, po, për këngën pas ka qenë. Po. Edhe më shkon Mali thotë Xix. Telefon. Unë lexoj me screen readerin tim dhe nga që është i ajustuar ta bëj, Xix merr si numër romak. Okej. Dhe ma lexon, you know, Mali said 19. Qa thot do ta thash? Edhe i shkruaj bëj reply ke mesazhin, ç'a 19 thua vëllash. Edhe më shkruan pastaj thot Xixellonj. E bukur fare. Nuk e kam kuptuar asnjëherë se si funksionon ky telefoni juaj, është telefoni juaj tërve neve apo? Po se kam rastisur edhe një herë me një person tjetër që ishte me aftësi ndryshe dhe nuk e kuptoja dot se si funksionon. Ishte zez komplet apo? Jo, zez. Është do një aplikacion Sten apo? Ne kemi të bardh, pse zez? Që e pas ka të bardh ky. Jo, avash çik ti. Po të bie telefoni, a? Kam patur një situatë dikur që është për ta tregu. Shkoj një herë kisha një udhim në Gjermani, dhe kisha harxuar shumë lekë dhe nuk pres bilet treni. Po. Dhe hypin tren sigurisht në ICE. Edhe bëj këtë ekranin e zi, sepse nga që ekranin në rastin e personit që nuk po e sheh, nuk ka një rëndësi të madhe, mund të bëhet i zi. Ekziston, ka një shortcut që black. Dhe ky është një telefon black. Hypin tren dhe vjen ai zotnia, "Hallo, tha guten Tag, ju dein Karte bitte, ta bileta." Po edhe ashtu telefonin e zi komplet sterra, dhe nxjerr po edhe si ja thej gjermanisht Sten? Ja, e them kaq. "Hallo, guten Tag, ja." Here's my phone card. Radio Berlini 2. E merr ky. Po? Shefta më tha, "Më falta po, është black." Po? Kush është black e thashon? Unë jam. Duhet me vonë seda aty që të kaloshin pa biletë, kupton? Ta më tha, "Jo, vjen kjo zotri, tha, jo. Telefoni thash black. Si është black e thash? Po thash black s'ka asgjë në ekran tha fare. Unë kam ndezur tash, shikoj, dëgjoj tash është komplet i ndezur. Ua, ç'a tipi për të nxjerr sy. Dhe tani shkoj, e kupton se më pas Angelën gjithë i them, "Më falni zotri, them, është vërtet i zi telefoni?" Po, tha më i zi është. Dhe kam pas një iPhone XS. Edhe ishte thyçi cepi ekranin se ku më kisha ranë tok. Edhe ky shkoi tani që u prekupu, e kupton? Tha më tha, "Stenaldo, tha,
Stenaldo nuk tha, po tha. Dëgjoni tha, mos ta nga që është thyer pak ekrani, tha duhet prish. Nga ajo është, i thash. Këto fliga lepur. Edhe si përfundim i ke pa bilet. Po pa bilet. I thash atij, ky është itinerari, shkoj këtu, s'bres aty, marr X30, ky është fakti, ky është mendoj që të vërtetoj që e kam prej, thash. Okej, tha, mo rregull jetë. Më thuaj që je shqiptar, pa më thënë që je shqiptar. Më thënë që nga Fieri, pa më thënë që nga Fieri. Osten, është momenti reklamave. Yes, Ti më së miri këto. Thelbësorën. Okej. Ta prezantoj publicitetin Top Albania Radio. Ti jepi. Ne jemi me dy çuna tanë që ju i shikoni pa diskutime në kanalin numër 10 të Digital, ndërkohë që DJ Vini është, mund ta themi, Po. që është në anën tjetër të studios. Diku ande është edhe Wizienski, Po. Wizi, DJ Anklo, kanë ardhur të tërë, stadium është brenda nga aty. Edhe Davidi. Edhe Davidi që unë e njoh më pak. Megjithatë ka reklama Top Albania Radio. Davidi direkt do të takojmë tani me Davidi. Jo, e njoh më pak, e njoh në fakt. Alici, sa kemi. Po janë të tërë. Po leje tash unë thash rrim duke radio, po çfarë shkuan ne ata në Reklama rikthehemi vetëm pas pak vazhdoni të qëndroni këtu. Everybody needs somebody, someone to love, someone to love, someone to love, someone to love. Yeah! Kavestini! Steni, je i papar, je multidimensional, por ti nuk e di se çfarë kemi bërë ne tani. Çfarë kemi bërë Rahman? Kemi bërë ja dy përzolla para punës, po. Kemi bërë Shpona i birë kishë mongër. Ja marrë Mishi, mishi. Isten ne lançuam që do të kishim ty në studio dhe kanë marrë disa njerëz në telefon. E kemi me vërtet, këtu nuk është mali. Disa njerëz random që kishin dëshirë të bënin ty disa pyetje. Okay, super. Po, edhe do ti dëgjojmë tani. Vini të lutem. Sa e bukur që ka kjo. Stenaldo, që bërë e bukur. Zëtësh, të me luftojnë për me shku në Gjermani. Ti ishe u këtheve. Se më vlake që zgjutje ti se din si duhet me u këtheve me luftu për vendin tënë. Jem Kola nga Lashi Ujit. Përshëndes rrugës për Gjermanitësh. E more vesh që tha? Hem kështu, hem ashtu. Mos e thuaj që ky është ai. Kush më? Kola jeri për jetëm. Ja, nuk e dim. Kola nga Laçi tha ky. Ai që thot ja ku jam politet o jet. O jeta ime ta dua shumë. Gjithë po Ta fshasini të drejt. Je më duk si Dango që imitoni Laçian. Jo, jo. Ose në thelbi ishte gjithë po ikë Gjermani, ti ishe dhe u ktheve. Pse më arbur? Dina gjëti? Dina gjë më shumë? Është komplikuar çuna, kjo bisedë detyron me u bë prap serioz. Shikoni, unë erdha sepse nuk rri dot pa Top Albania. Dhe është jo, është një arsye legjitime. Ndër arsyet e vajtjes në Gjermani, domethënë kur un kam shkuar në Gjermani, një nga gjërat që kam vujt më shumë derisa u stabilizova ishte fakti që mungonte shumë radio. Mungonte radio, mungonin shumë. Ka radio në Gjermani? Ka atje. Ka radio shqiptare, nuk ka Top Albania. Jo, po e drejt. Ti shqetësuar goja Top Albania aty vetëm mund ta dëgjoje, po mungonte shumë çka, mungonin shok, njerëz e gjitha. Ti ishe si ai gazi ai piro, rreg. Do ikje, këtu nuk rrihet. Nuk rrihet me këto. Okej, kemi tjetrin. Jo, ja them kohë shkurtimisht që kur shkon atje kupton se mungojnë ca gjëra këtu. Pastaj thash është histori shumë e gjatë historime pse u ktheva. Por ama jam kthyer në një vend që është vendi im dhe jam kthyer në një vend ku e ndjej jo vetëm dëshirë, por edhe detyrim për të kontribuar, edhe për të dhënë diçka Shqipërisë nga ana ime dhe njerëzit që janë këtu në mosha gjithmonë. Stenaldo Mhielli për president. Po, direkte, se i mbaron baronin. Tjetrin vini. Stenaldo, qa bere vlla? Tash unë kam dasëm këtë vere dhe i shkruajt atë Kristi, do po më kërkoj shumë lekë vlla. Ore ti tani që fillove këngën. Si t'ja bëjmë do, vish mua ndasëm ti apo jo e? Faleminderit. Nga zona jota Ty do të vite direkt tuj pulate Opa tuj pulate Bravo, mund të fillosh të bësh. Sa ne ka kërkuar ai këtij Krisi më. Po nuk na Krisi 20.000 euro i kishte sa. Ti Julie e Unë kam dhënë Krisit kapën i dasëm ngushtë. I theti po. Po ti se di sa ishin çmime. Kemi tjetër çmime s'ka dasma. Kemi tjetër vini më duket? Steni more djali.
Kam një pyetje provokative për ty. Nëse një vajzë do të pëlqente ty, do të thënë, do të pëlqente ty dhe malin. Kush do t'i fliste i pari ti apo mali? Ky s'pas ka zemër ky. Si randën para emri këti kjo e kishte pyetje pëlqen një vajzë sot zot. Po kush do i foli para ti apo mali? Varet ku na pëlqen goca, më na pëlqen mali, i flet mali, më na pëlqen fush i flas unë. Okej. Varet ku gjendemi. Keni të dy. Kemi po. E merrni vesh. Se kështu me mbiemër i bi. Oksen, ktheu në të majtën tënde dhe ti Juli ktheu mbrapa se janë duke na bë video për social media. Do ta dalim në Instagram ose ngrihet dorën apo. Të majtën. Bravo. Okej. Okej, kaq ishte. Ulim apo do rrim kështu? Ule. Prandaj i bie që mali e do i bie lart, ti e do poshtë. Fush. Shiko, poshtë lart para mbrapa. Majta zjadë këto janë drejtimet. Bravo Steni. Po është ka një dimensionet. Po, e bukur shumë. Okej. Po Sten, si e pritet imitimin portokalli? Shumë mirë. E kishte qarë. Mirë ka qarë totalisht. Shumë djaloshe mirë, më thonë shumë vlerësim për të si çuna dhe kur e kam takuar. Djalosh mirë 33 vjeç. S'ka rëndsi. Mosha është vetëm një numër. Okej, kështu thon ata që. Ne që rritemi kështu, ne që po ja afrohemi moshës mirë, kështu themi. Kemi hallat tona plak. Po. Koleg se ti e bën më mirë. Ke ato të fundit, pyetjen e fundit, pa shku te quizi. Po. I kjo gjithë mirë, jo vetëm që më kishte imituar mirë kështu nga ana e mënyrës si flas. Kishte imituar shumë mirë dhe me xhesë valla me qendrimet. Kur e pash qendrimet, kur e fix fare, ishte perl. Domethënë shumë mirë përshëndes plak shumë. Përshëndesim Ermirin se është goxha djalë ne kemi pas në Akademi të Arteve, kështu që e kemi shok. Edhe e ka bërë imitimin tënd kur ti ishe këtu brenda se e kishim ne Ermi. Po, çau fare apo. Çau e shumë tjerë ai, po tjerë. Me çka ka fiksi bëje këtë. Bëje tjerë burr. Po nuk e bëj dot unë, ti e bën më mirë. Më ka shkruajt Alessio, kështu që vazhdo. Po jo ç'e bëj. Osten, a jemi gati? Koha nuk fal. Tani, koha nuk fal. Po ti a fal Ostenaldo? Un fal, por nuk harroj. Okej. Koha nuk fal. Po ti, kuj do t'i thoshe m'fal sot? Greta Koçi ka bërë këtë. Më fal nën, më fal ti. Un kam një kështu, ndaj jetën tani në para dhe pas Big Brotherit. Dhe atyre që do t'i kërkoja falje para Big Brotherit i kam kërkuar, pas Big Brotherit s'kam asnjë që i kërkoj falje deri tani, kështu që nuk i them njeriu. Nuk i thua si bëj bip tani, po më falët. Ose ishte fort fare. Ose pak më shpejt, se na iu na. Po na falni. Po sot çuna është. Ja ju tha që 7 minuta ti ka Stenaldo. Koha nuk fal, po ti, kur ishte hera e fundit që fale me gjithë zemër? Hera e fundit që fala me gjithë zemër. Çuna këto pyetjet tuaja. Ti Julit, se the Juli është pozitiv. Juli ti ke bën këto? Unë ka bë, si ka bërë ndonjë nga këto, thash po i bëj një atë gjë ato. Tragullon diku marrim. Kujt i kam thënë un fal për herë të fundit. Më fal për herë të fundit, i kam thënë një shoku tim që i bëra një surprizë që nuk e përballoj dot. Po. Koha nuk fal. Sten, po ti kur gromsi na thuan fal? Nuk gromsi kryesisht. Me vërtet? S'bon edhe kur je vetë. Thuaj asnjëherë. Asnjëherë, okay. Nuk e njoh atë art fare. Okej, bukur shumë. Koha nuk fal. Po ti ke dikë që nuk të ka falur, i ke thënë ti më fal. Po besoj. Nuk të ka falur dikush ty. Okej, ecim. Sten, koha nuk fal, po ti kur e ke vra, i ke thënë më fal? Kujt? Ti. Po e vrem për na herë. Çiko fraset e mia janë aq shpeshta dhe të shpejta sa që nuk ka kohë më thon fal mbrapa. Okej, nuk ka. Fare. Gezun halt. Bravo. Koha nuk fal, por atë shpëton një falje. Edhe të shpëton. Të shpëton në një. Të shpëton në një. Okej, në rregull. Koha nuk fal, por kujt nga ish banorët e Big Brother do i thoja fal? Askujt. Okej. Absolutisht asnjërit. Koha nuk fal. Po atë pëlqen kënga m'fal e Elvana Gjatës? Shumë e bukur është. Si Elvana vet. Elvana Stenaldo të ka parë. Nëse po na djega kanalin të kanë ndjekur, kam një pyetje. Studiuar. Nga gjithë kjo për shkak fix po vini do ta. O vini shumë kuzjasi bashkë. Juli sot është për ke festa. Jo Juli ti fol vetëm tënde. Juli ne distancojmë, ne ka fjerë vlla. S'bësh, nuk bësh dot ne. Ose kemi ngrënë xhargjit nga të
Të shartuar me kungull të rjetën, ne dim hormone kemi marrë. Nëse ose nga gjithë kjo intervistë, domethënë si e përfytyrove Julin tani, domethënë çfarë tipari dallus mund të ketë Juli? Edhe pastaj do të pyes për veten. Se është shumë e bukur se si ti e krijon imazhin e një njeriu vetëm duke dëgjuar zërin. Juli ka fargjatësie patjetër. E ke vënë atë rregull e pistoletit. Po vino, çfarë thot ky? Ku e pa gjatësinë e Julit? Po steni. Atë Jo kur çova është direkt për reels kjo. Është komplet bjond. Po. si Luizi. Alice mos humbi kjo vlla. Si e shil. Po. Si e shil. Hajde. Hund vogël. Po. Ka me Julit. Po ka me Danimarka. Po, okay. Ka dhe i pasaport që fix daneze nga Copenhagen. Okej. Bjond, sy e shil, hund vogël. Angelo si është? Krejt e kundërta. Që i shkurtër unë, Po. Është hera e parë që bëj ironi në përshkrime se kisha bërë një herë se po ta bëj, njerëzit do thonë që se pa i shkreti. Po në këtë rast që ta dini që dëgjoni dhe shikoni. Më kam përqafu nga 2 minuta secili ku kam ardhur në program. Domethënë, nga mund mos e dish kush i gjatë dhe kush i shkurtër. Shumë po Sten se ne kemi ardhur në fund. Angelo kaq për ty, e kundërta ju. Po, e kundërta ju. Nuk e nevojë për tjera. Po zeshkan me flok zeza i gjatë. Ja pyes vetë që kush e kundërta e Jeshiles. Për syt. Po me syt të errët më burr. Po e bukur është se unë kam syt e jeshil. Okej. Sanaldo. Këtë se. Të s'ke nga ta shohë. Sanaldo, të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pasdite ta kalosh këtu me ne për një, le të themi, disa biseda që mbase edhe nuk i kishe bërë. Je një djalë fantastik, ty ta kanë thënë gjithë edhe njerëz me shumë pozita s'ngela ta them unë, po unë ta them me gjithë shpirt se je bashkëfjeraku im. Të kemi shumë xhan dhe do donim shumë që të dëgjonim dhe të shihnim në ekran sepse me të vërtet ke vlera. Ju faleminderit shumë çuna, shumë kënaqësi për ftesën. Edhe Kloe që përpara ca ditësh u bë sebeb, unë e humba atë rast, po ja ku jam këtu sot edhe shumë i kënaqur. Bërë një program shumë të mirë, shumë të chillter që ka nevojë të dëgjohet në radio. Bukur. Juli, ne do të shkëputemi sepse tani janë lajme, do përqafojmë me Sanaldo dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Ju vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Vetë tim në qell të hapur sepse ashtu si ngjyra e vetëtimës janë edhe sot flokët e tij. Po jo, prisë, s'është ky prezantimi. Ka akoma më shumë. Sa ka ky prezantimi? Beyoncé. Yes, mashallah. Normale por gjithmonë. Usher, Akon, Justin Bieber, Drake, Ed Sheeran, Avicii e shumë të tjerë janë emra këtyre të famshme, i dini vipat e mëdhenj. Pa prekshme. Po, për ne domethënë. Ndërsa për të ftuarin janë njerëz që ai hapi e rri thon shqiptarët. Ja, kontakte telefonin. Okej. Alessio Alia, mirë se erdhe në Top Albania Radio. Dha, mirë se u gjeta, edhe ajo prezantimi i flokëve shumë bukur. Nuk e ke iden sa ka mbujt, sa më ka djeg me ton drejt. Prandaj ishte edhe Thunder. Po Thunder, po perfekt. Po, ç'a bëjmë? Nuk ç'a bëjmë kokës. Po ja vleti. Më keq se femrat, pa hajt s'ka gjë. Jo, ja ka vleti, ka ndryshuar komplet çere. Po hajt. Duke si ashtetit kështu. Domethënë tani dukesh edhe më i egër se ç'ishe me flok shumë. Si ashtet. Po. Alesi, si fillim si ishte dita jote, topi apo top fare sot? Top fare. Ke qenë zjarr. Zjarr. Je zgjuar me pozitivitet? Mëngjes zgjohem gjithmonë me pozitivitet, pastaj varet si kalon dita. Okej. I kemi ato tonat nganjëherë. Lufton me demonët e tu. Nuk ka si person të lumtur gjithë ditën, se përndryshe jeta s'ka kuptim. A thua? Ja fare. Për shembull naivi mund të jetë i lumtur gjithë ditën. Naivi është i lumtur gjithë jetën, sepse ashtu bën. Ashtu mendon ai. Ka ne njerëzit që mendojmë thua ti nuk mund të jemi të lumtur gjithkohës. Kur? Asnjëherë. S'ka një të lumtur gjithë botë. Apo siç thotë edhe 50 Cent, domethënë, nëse nuk do ishte për ditë të shi, ditë me shinë nuk do jepni merita diellit. Po si jep sepse do Niço. Po nuk ti këtë diçka nuk të normal, jam kupton. Okej. Se po ta kesh të ditë pastaj të bëhet e përditshme. Si thot populli, halle kjo dynja, hallit nuk e ngjan. Prandaj ne shqiptarë kemi bërë nuk hahet pilaf gjithë jetën. Po, ose grosh. Ma le të a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot të dalim borxhit që tani, që mos ta thush nga mrapa. Po s'm pëlqeu. Se ti edhe si egër kështu e vallaj ta kemi frikën. Po s'm pëlqeu pyetja, edhe do të përgjigjem. Gjonat
Okej. Më mirë flasim muzikë, gjëra të bukura sepse me ato. Vera po vjen. Patjetër. Për ato do flasim, po ta kapim pak te Bigu sepse ishim duke të pa, ishe i vetmi banor që ishe duke përqafur Rogertin në fund finale pas daljes ti. Tani pse mendon, domethënë çfarë bëri Rogertin mos ta fitonte Bigun sipas teje? Un kam qenë me të njëjtin mendim jon prapë. Rogerti ka një zemër shumë të mirë. Ai ishte siç një aktor që bën një film, ka aktor që kanë rolin pozitiv, ka që ka rolin negativ, ai luajti strategjinë e lojës vet. Unë prapë mendoj, ai Big Brother pa Rogertin nuk do ishte Big Brother që ai ishte loja. Rogerti ishte loja, ishte bomba. Gjithë banorët kanë mendime të ndryshme për të, unë kam respekt. Prandaj shkova për qafova, do ta takoj, do ha drejt, e një familjarisht, edhe unë kam respektin më të madh. Drekën e parë kush do ta paguajë Elesi? S'është problem, s'ka rëndësi. Do zihesh për shkakun me Rogertin? Për dreke? Po për dreke. Po për çfarë zihet shqiptari tjetër? Do paguajnë se iska diska fitule ka do paguajnë. Okej, në rregull, këtu na kape. Ku ka fituar 10.000 euro thot vini apo? Rogerti ka zemër florësh si intereson edhe po Rogerti i dha show edhe bravo qoftë, unë respektoj para që ka po. Siç e folën. Filmi ka aktor negativ, patjetër ishte ky lloj personazhi. O Alecio, nëse do të bëj Big Brother VIP America, me gjithë ata personazhet e super famshëm që ti ke njohur, ke ngrënë, ke pirë apo ke bashkëpunuar, kush do ta fitonte dhe kush do dilte me zarbzi? Me zarbzi, nga repistat del Migos, dalin direkt, kanë bërë tur me ta, kanë shkatruar dhe dhomat e hotelit i kanë ngry fare. Po pse? Kanë një karakter shumë të egër. Edhe Migos nga revista të tjerë, 50 është cool. Okej. Drake është Drake. Eminem kam pa, po një që kam pas. Po. Rastin që kemi bot tur, po Drake na shkatroi me atë videon që lutem me gjar për Unë me Drake kam punu mbi se 4 herë dhe jam shumë afër komplet me grupin e tij edhe tash unë flas me Drake telefon, po them drejtën me taku Drake në festival në një event, po një after party diku më hidhet në shtëpinë sepse kemi shumë raport mirë. Ti isha ai që ja bëre atë xhaketën me flamur? Jo, s'kam qenë, po janë ca çuna shqiptar që janë rrit aty dhe kanë njohin një tjetër që kur kanë qenë kalamaj. Prandaj ka këtë dashuri për Shqipërinë? Po ka sepse nuk i harron dhe ai bën ato që bën, s'ka pas lidhje fare asnjë lloj femre në këtë mes, vetëm ti shoqëria që ka pas me sa çuna shqiptar dhe kosovar. Bukur shumë. Kush e fiton nga gjithë këta kontaktet e tua që janë VIP-at mbarbotror? Eminem del fitues. Only one. Okej. I ha të gjallë. Okej, në rregull. Mësimi më i madh që morë nga eksperienca në Big. Pra çfarë të doli jashtë pritshmërive dhe çfarë kuptove aty që plako këtu me të vërtet s'luhet? Një gjë, e kam pas ato ftesat i kam pas që të i pari dhe tani që u futa dhe ke refuzu 4 Big Brother? Jo që i kam refuzu, një gjë u kam refuzu, po thuaj çdo lloj tip show që ka qenë me dance, me tjetër, sepse të them drejtën, ligjo kur kisha nevojë për shumë ato vite kur edhe modës e tjetër që doja të një shtyllë të lartë. Pra fillimet e karrierës, kur ne duam një dorë që të na ndihmojë. Instagram-et ja s'kisham, kuptoj, kishim gjuhën përmitive që ishte shumë e bukur. Të jepte një adrenalinë më të madhe dhe në momentin që jo që refuzova, po më dilte i punë, nga që isha edhe zonë me punë. Edhe këtë moment ishte një moment i jetës time që nganjëherë a kupton që ne nganjëherë humbim vetveten, nganjëherë thua vetes në këtë rast, në një moshën time 49, do futem se 49 vjeç që ti? 50 i bëjnë më po. Jo, demë se na rreja por. No way man. Nuk është një prillis, po gënjej. Plako duhet ta tregosh këtë ça gjëra është bën. Kështu digje. Merita prindet me ndoshta. Jarbur genetika thua ti? Genet kanë bërë ty kështu? Po ka të bëjë të kujdesi vetvetes, ka të bëjë palestra, stërvitja shumë kupton. S'ka të bëjë kështu ajri i Amerikës për shkak. Jo, ka të bëjë edhe mendje se si e mendon. Në moment që ti thua vetes jam plak, ti plakësh. Okej. Po s'ka të bëjë është mosh, koha ka ndryshuar, kupton, para shumë viteve për shemb mosha 50 u harron të emri që. Po kanë ndryshuar, kanë ndryshuar gjërat, është vetëm një numër. Alesio, kemi pak reklama dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Okej? Ikim. Rikthye sërish
është në transmetim të Ultramaris? Jo. E kemi këtë rikthimin kështu në baba. Alessio Alia është në studio me ne të dashur miq. Ora shënon 19:19. I beson këtyre kur e kap orën 19:19 dikush mendon për ty ose duhet bësh diçka apo? Është dëgjoj, kam vazhduar ta besoj se e kapi shpesh ato 11, i kapi ato 000. Kam dhe tatuazhet 4 4 nisha. 5-7 aty ke? Apo? Jo 7 si kam. Nuk i ke 5-7, si ka kap akoma. S'ka që ka kush i ka 5-7 aty. O Alessio, ne para se të vje lançuam që do të ishe këtu në studio dhe kemi disa pyetje nga njerëz anonim, pra janë publik. Po. Dhe kanë disa pyetje për të t'i bërë ty. I dëgjojmë dhe i komentojmë. Jepi vini ti. Alessio. Fratello, çfarë? Kam gjuhë që ti thonë ne shumë me këta të famë shpitër burbo. Na thujtë vërtetën se ne shqiptarve veç aty në Armenja. Me këngë ata do kishe fjeti herma. Ose kur ishe ta olin the, të kem të shkoj i herë me këte unë. Shqiptar, ke parë që sa bazik rria, ti mund të lidhësh në kontratë me ta, me atë përritja. Të keqe më frate, El basallime, Digjo. Jeta të bëmë edhe me shumë njerëz, me artist, me kriminal, me politikan, me njerëz të varfër. Njeri që je nuk dyshon kurrë. Kështu që unë jetën time s'kam dyshuar, s'kam shkuar kurrë as për lek, as për famë. Unë kam Alesi që më keni pa aty, që më keni njoftë, Alesi ka qenë gjithë jetën. Kështu që mendimet e tjerëve. Bukur. E ke një lloj qetësie që të karakterizon, apo sikur po na fut në një seancë yoga na duket vetë. Principo vërtet, principo ngrecësh. Po thjesht të dy dhe na futet kështu në një lloj meditimi, na bëre jetën më të bukur. Vini, kemi tjetrën. Alessia. Jam një vajzë, edhe po të di se çfarë kushte shketi për të lidhur me fjalë 2 metrosh. Se merre vesh, ishte vajzë. Edhe tha çfarë kushte shketi për të lidhur me dikë more djalë 2 metrosh. Edhe kështu qeshte bënte. Kjo qeshë për të marrë zemrën. Tipit red flag, green flag. Faleminderit për pyetjen, po jetën private, kam qejf jetë private, është shumë e bukur, kështu që. Bukur. Domethënë derisa unë nuk kërkoj poshtë, domethënë që jam rahat. Bukur shumë. More vesh ti gozë dashur nuk është për lidhje kjo, edhe po të ishte do ta thoshte ty. Hes tani atë. Edhe ti frate. Natën e mirë. Natën e mirë. Po. Alessio, tani na thuaj të vërtetën. Si reagonin ata kur thoje që je nga Shqipëria, pra për të huajt. Flasim pak për ndikimin që ke pasur ti tek njerëzit e huaj për Shqipërinë. Ka qenë shumë e vështirë dikur, me beso, sepse në ato vende nga vime australiane kanë shumë njerëz nuk e dishin ku vjen Shqipëria, me të drejtën. Dhe në Itali beso me kemi vuajtur shumë. Po. Tani më thënë, vetëm për 2 drunjë shtrembër e ka vuajtur dhe njeriu i ndershëm. Të gjithë ne që kemi emigruar ato vitet 90 e kemi vuajtur, sepse pyll pa dera s'ka. Siç e kanë vuajtur italian vitet vulkanik në Amerikë. Po, kur ikën në Amerikë, patjetër. E njëjta gjë, se do thonë se gjithë italianët kanë qenë të njëjtë apo shqiptarët. Dhe kemi vujt, por thash karakteri i njeriu ka të bëjë shumë, sepse respektin që pastaj ti ja u tregon atyre, ata ta japin. Dhe pastaj ku da kalon kur dole filmi Taken. Po, me Marco from Tropoja. Marco from Tropoja. Legji isha edhe shqiptar, po jam nga Tropoja. Marrë se kishte emrin Marco ti aty. Edhe nga njëri dha i reklam të mirë shqiptarëve, sepse folën mirë apo keq mediat nga njëherë në botë, ndikojnë, prapse ndikojnë. Jepi lloj kurioziteti, kjo Shqipëria, sigur të googullojnë. Shqipëria vazhdoi me kalimin e kohës, vazhdon, po të beton ka shumë njerëz akoma andaj që nuk e din ku i vjen Shqipëria. Alessio, të pyes pak për se ty të ka rastisur shumë që të njohësh shqiptar të larguar prej vitesh. Besa tek ta shqiptar, a është utopi apo e kanë tradit besën shqiptarët e shtetit? Unë nuk jam marrë me evente me këngëtarë tuaj dhe më doja që të fusja emrin e shqiptarëve në diskoteket Australisë, sepse doja me marrë këngëtarë shqiptarë dhe aty arrita me njoft më shumë komitetin shqiptar. Ka shqiptarë me lëbunit 40.000, për shembull kam pa shqiptarë kur kam bërë tur me Avicin në për gjithë botën nëpër vende që s'të shkon as menja. Të japin një respekt shumë fort. Jemi shumë të mirë nganjëherë për
kur vjen momenti me bosh shqiponjat. Okej. Por nganjëherë kur është puna për të bashkuar, duket sikur pak shpërndahen, më kupton? Duhet jemi pak më të bashkuar, sidomos për të drejtat tona. Kjo ndodh edhe me shqiptarët, po flasim ata që jetojnë jashtë. Po shqiptarët, po. Edhe sepse bashkimi bën fuqinë, sepse i shohun për shembull grekt apo Turqit, flasim turqit për flamur dhe për kom. Raca të tjera më kupton që bashkohen, shoh se është puna ime. Bashkohemi, po jo të gjithë, duhet jemi gjithë bashkë, sepse kemi vujt gjithë jetën për këtë tokën tonë. Nëse janë mënu të na shtypin gjithmonë, po ta nis na shtyp kush duhet që të jemi krenar, edhe të jemi edhe më të bashkuar gjithë kudo që jemi. Bukur shumë. Alecio, a je krenar për punën që ke bërë për të çuar muzikën shqiptare në Australi? Unë jam krenar për çdo punë që kam bërë. Kam thonë disa herë, edhe sikur të rilindë një herë tjetër, unë do bëj prapë të njëjtën gjë që kam bërë. Mendon se ke bërë mjaftueshëm? Asnjëherë s'është mjaftueshëm në këtë jetë, por ato që kam bërë jam munduar që të jem proud krenar për veten time dhe për ata që më respektojnë. Alessio, me P Didin të karasis takohesh para skandalit? P Didin kur kemi qenë në Miami ato kohë që çfarë vitesh bëhet fjalë? Flasim të Ultra Music kur kam qenë me Avicin. Unë e kam thonë për P Didin live me Big Paston, e keni dishmitar në një show të tij. Historinë e tij dhe mos ma kanë besu. Dhe kur doli historia e tij, pastaj thanë pas ka pas drejt Alessio. Po unë nuk më besonin. Nuk të besonin, që është utopike ju dugej për kohën atë. Po mu dog një hapje, tha kjo hapet. Si flasim. Te Epsteini s'ka pas lidhje pse. Ishte grad tjetër. Atë s'kishim lidhje, pa ne ishim pjesa e DJ-ve part aty, po flikshin njerëzit, sidomos pjesa e aty repisave që se pëlqenin apo kishin vërejtje ndaj njëri tjetrit. Okej. Ndërkohë tani me P Didin çfarë bëhet? Është fut në burg apo? Nuk më ka interesuar më marr atë punë fare, po kur si intereson natyre të mëdhejve backstage në Amerikë, të hedhin shqelmin, thonë, harroj një gjë që pa P Didin hip-hopi s'do ishte sot. Patjetër që po. Kalova lumin të bëf shakale. Të mira duhet ta kujtosh njerëzve, pavarësisht se s'ka njëri perfekt në këtë jetë. Alessio, mendon se ka P Didi dorë në vrasjen e Tupakut? 180 milion%, yes. Okej. Të dyve, Bigut e Tupakut. Pse nuk pranohet, domethënë? Po nuk pranohet. Pra këta nxorën gjitha këto gjërat e tjera në po nxjerrin. Puna është sepse ti më thuj, kur u bë hip-hopi Big? Vitet në ato vite. Okej. Në ato vite kur lindi gangster rap. Bravo. MWA. Sa u mundu. Me ko. Puna është që dhe ishte i vetmi që ishte koka. Personi dhe krijoi dhe hip-hopi është bjen nga ai person, tani ka dorë, ai se ka vrarë vet. Patjetër që se vrarë vet, po. Po tani siç i lexojmë historinë, sa kohë kanë punuar me Nas, me 50, me Asher, me tjetër. Njerëz flasin, tash e mohabet po bëjmë. Patjetër që po. Njëri ka dyshimet e veta, ka të tjera, por ndërkohë këtu në Shqipëri kemi ndonjë P Didin? P Diddy. Po. Të gjithë mundohen me qenë P Diddy këtu. Në çkuptim. Në çkuptim të bëjmë punën. Kush e ka arritur më shumë? Ti je të bosh P Diddy, duhet të kesh një histori shumë të gjatë. Pavarësisht të këqijave që i kanë dalë P Diddy, se aty mund të ketë 20% vërteta. Është shumë rrugë gjatë, my friend. Okej. Okej, bukur. Bukur shumë. Është 19:28 minuta, ne shkëputemi për pak dhe pastaj kemi një lojë që këtu për fatin tënd të keq Alessio nuk mund të jesh kaq i qetë. Sepse loja ka një Jemi rikthyer dhe në këtë pjesë të fundit Alessio Bugatti. Ta nxjerrim nga kjo qetësia. Hajde bër. Hajde tani Bugatti sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti dashur duhet të përgjigjesh me tek fjalë. Nëse 30. Nëse thua 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Është bërë si një lup. Dhe ti atë pura nuk e pi dot aq i qet, a kupton? Sa pish i stresuar. Donë më bë me zravzim duket. Ja mor burrë, ne do lujm. Okej. Loja fillon tani. Gjëja e fundit që hëngra. Kam hëngur sot oriz me pul edhe avokado. Po na duhet një fjalë. Unë të thash vetëm një fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë. Gabimi. S'ka gjë, se kur gabon te pyetja e parë. Gjëja e fundit që s'hëngre.
Asgjë. Alecio, hera e fundit që bëre sherr. Ka shumë kohë. Një fjalë, Ka shumë kohë. Hyhy thuaj. Hyhy. Okej, gjëja e fundit që hëngre. Okej. Hera e fundit që bëre sherr. Bravo, i ka fshon thojt Alessio. Me raste. Jo. Po ngatroli o buri, jeri 2. Mirë, do t'i bëj vetëm Juli pyetjet. Ja, vazhdo. Okej, mirë, ha gjëja e fundit që hëngre. Horiz. Hera e fundit që bëre sherr. Sot. I ka fshon gishtat e këmbës. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Alessio, i ke lënë ndonjëherë punë të tjerë për të marrë me punët e tua? Po. A të pëlqejnë komshitë e tua atje në Australi? Jo. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonz? Ndoshta. Okej. Digje shumë në verë nëse po, a lyhesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet Alessio? Kosi hajt. Nga fillimi. Jo, burr. Jo, burr. Po ti kështu do të ishe mbikë burr, jo këtu të lëre se jemi për çep. Do dali nga vetja. Do na rrajer. Do bëhemi ne për zërbzi. Alessio mos na rri të lutem se jemi dy çuna të ri. Okej. Po kapi pur do. Gjëja e fundit që hëngre. Horiz. Hera e fundit që bëre sherr. Sot. I ka fshon thojt Alessio. Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Alessio, i ke lënë ndonjëherë? Po. Okej. I lënë ndonjëherë. A të pëlqejnë komshitë e tu? Jo. Ke ndërmend të deher sot Alessio? Ndoshta. Digje shumë në verë nëse po, a lyhesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet se nuk e morën vesh herën e fundit? Jo. Alessio Alia siç nuk e keni parë kur. Po, s'do ta shihni më vonë. I bukur apo i zgjuar je ti Alessio? Po. Okej. Bravo. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Okej. Puthja e parë apo puthja e fundit? E para. Ku ishte puthja e parë? Një fjalë, Një fjalë se na ktheve. E buz. Bukur shumë. Buz ishte, mund të ishte edhe në Kin. Po, ne që shkuam deri në Kin. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do ta haj një zhapik? Jo. Alessio, më mirë të thop zemër, shpirt apo DJ? Shpirt. Okej, nuk e preferon të thoj. Oh my DJ. Oh my disc joker. No. A shan kush e lajmet? Pi. Jo. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit? Jo. Okej. Hera e fundit që je skuqur nga turpi, je bërë kështu speci kuq? Jo. Okej, jo. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe? Jo. Hera e fundit që the më fal? Jo. Jo, vëlla, më mirë me jo. Hera e fundit që gënjeve? Jo, prap. Jo, prap. Jo, prap. Sen të din prap? Jo, s'po i vetë zona raja, po. Valla unë ja kam frikën. Na fal, okej. Se do ikere, do bën gati se kemi parë. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Po. Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do ishe? Sa frymore, balet? Jo. Një fjalë. Jo, tha apo. Tigër. Tigër. Okej. Më mirë të duash apo të duan, Alessio? Të marrësh apo të japësh, pra njëshi apo dyshi? Të marrësh është njësi, të japësh është Dyshi, okej. Të duan. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Në një person kështu qoftë larg. S'desha më këtë mash, pa të desha me thonë të dyën më të mirë, apo s'po kthehem. Ja, ti nuk është se them shumë se dy fjalë, kuptoj, më kuptoj. Zona raj, o mi dal bant të kthejmë, kështu që fshet shtret. Ma përsit edhe herë? Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Pra, jetu pa ëndër ti, shef një person aty dhe zgjohesh, sepse nuk do ta shohësh as në ëndër atë personin. Po vetëm një emër. Jo, s'kjen asnjë, Çe duam?
Ikim. Antonio Ibaneza. Hidhen kosh këtë pyetje tënde Juli. Ke qeshur ndonjëherë në varrim o Alessio? Po. Gallaf do në varrim. Po Alessio do na thuash tani muhabet çuna çfarë bën kur s'ke ç'a bën. Edhe ti si gjithë neve. Punore. Shop qielli. Po, edhe ne pasi marrë punë. Po. Okej. Alessio, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do të shkoje? Bregdet. Okej. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Këtu do thuash emër mbi emër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit, të lejohet ta shtjellosh pyetjen. Po mendohet shumë to. Ja, vështirë sepse unë të përflasim i qiku, kur kam qenë fëmijë kam pasi idol Keith Richards Rolling Stones. Po. Ato kam taku live, kështu që nuk kam një që mund të më ketë. E si është të takosh idhullin tënd do Alessio? Unë griva. Dhe betohem. E prisje ti ishte ashtu? Jo, nuk e prisje sepse më ndodhi komplet papritur. Unë po dila nga banjo dhe moment që unë hap derë, më del para sy, më thotë, "Hey going, mate." Did you do something I don't do? Thash, no. Më gela kështu. Gjyti kështu, për çfarë foj thash. Unë po takoj të kisha historinë e tij që u çonte mëngjes te Kettle Vodka dhe punë të tij dhe kisha si të bë kështu flashback, të erdhi komplet. Gela kështu shkova direkt te baba e shokut tim që ka qenë pronari i kompanisë muzikës aty thash. Çfarë ke thash? I just saw thash Keith Richards. No, e dinte që i kisha. Që ka qenë karriera e një se kam vazhduar të punë në muzikë dhe ato e kam pas si idol. Kupton? Okej. Edhe Kështu që ti e ke takuar idollin tënd. Kam taku, po. Nuk do të takosh njëri tjetër. Jo që mund nga gjithë historia e njerëzimit, që nga Adami. Adami, jo, nuk beson te kjo. Po futem mas fellun, kupton, ato që i kam përjetuar vet. Okej. E takova, kështu që bukur. E të shmitizove? Nijo, ishte diçka që ngela, më kupton se si rregull kur kam pas rast të takoj shumë të njerëz, nuk më bën shumë përshtypje, po aty ngela pak. Dita çfarë më fol. Okej, bukur shumë. Alessio, ne vazhdojmë të mbetemi në raport mirë. Ti nuk është se do na rrash ne të dyve pas kësaj loje. Ja, ishte intervistë. Mund ta thuash publikisht, lutem, që ne të intervistë shumë. Po na ndodhi na gjë ta dim. Ishte intervistë shumë e mirë nga që erdha shpejt, tash inshallah s'po humb intervistën, por u kënaqa, edhe faleminderit. Të falenderojmë ty. Shumë puna të mirë, kupton, edhe platform tjetër. Kjo është jeta gjëra spontane që i flet qeshim, kupton. Bukur. Kjo është një lojë edhe. Okej. Dhe ne do ta mbyllim më së miri këtë intervistë me një super këngë, Hey Brother quhet, nga Rest in Peace, Avicii, Tim Berg, Rest in Peace. E kam pas shumë mik edhe ai ka qenë talent, që është i rradh që do rikthehet prapë. Ai e ka lënë, le të themi, trashëgimin e tij. Trashëgimin edhe e ka vulosur. Okej. Hey Brother, ne përshëndesim Alessio Alieni, ju urojmë shumë suksese, do ta dëgjojmë nëpër botë edhe në Shqipëri. Jemi të bindur për këtë, po me Alesin do shifemi ke party. Alessio, sot jemi për party. Jemi disco. Ai say disco, you say party. Disco. Disco party. Hey Brother, ikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të fundit. Dhe për herë të shumë kohë kishim pa parë një bukuri të rrallë. Wow. Një bukuri sa me figura që dhe me timber. Jemi duke folur për Erma Mici. Mirëmbrëma çuna, mirëmbrëma. Është siç na është një emision që rikthehet. Kush është? Është Lanço. Lanço na rikthehet sërish, na kishte marr malli. Shumë. Shumë emocione. Pas 4 muajsh. Pas 4 muajsh. Ka qenë një rrugëtim i gjatë me të drejtën, duke numëruar orët edhe sekondat se kur do kthehej Lanço, por që realisht jam shumë entuziazmuar sepse kemi planifikuar shumë gjëra të bukura, na kishte marrë malli të flisnin për muzikë, për më tepër. Patjetër na kishte marrë malli edhe për Davidin. Hajde mo David, sa i bukur që e ke bërë direkte për party. Si vjen si u ka bë golin minutë 18.
bab me komentim. Shënon Prifti. Jo, shënon Hoxha. E pret Hoxha. Po pra se Hoxha, Alban Hoxha ka qenë portier i Partizanit. Ti godet ai shumë e bukur. Po jo se është Davidi me emër Prifti, atëherë. Po pra, ai është Alban Hoxha. Ma bëj një kështu si komentator. Hyn Davidi. Në fush. Të ta bëj si komentator. Është gati për të sulmuar topin. Nuk është për pak. Gol! Prifti! Gol me duam gol. Mirë prisni Ermon në studio. Erma sapo zure i vend. Po. Po si kaluan si u shkoi? Ishim zjarr. Ishim zjarr sepse kishim Stenaldo në pjesë të parë, ndërsa ishim Alessio Alie në pjesë të dytë. Na shkoi shumë bukur, Alessio desh na rrau. Ku filluan të loja të rikthenim. Har burr, mo, sigur tha har burr, tha le. Vlla fol sa duash atë jepi. E juve si do ta bëni sefte sot, të emocionuar. Sot do lançojmë lançon pra sezonin e ri. Bukur, edhe pastaj direkte për pastaj do pim një çik, do kënaqemi me çik muzikë. Si sa e Olali do po thash do pi, e pi. Mirë, as e kemi emisionin në dark edhe nëse pimë të projmë një çik në mëngjes na del ai hangover. Po shumë, si një wake up e drejt. Jo, thash s'po e themi ku do shkojmë mbas emisionit se janë gati këto paparacit për të qenë do vërsulen piranjat. Mbas Big Brother. Ua, ku po shkojmë? As vetë se di. Se që bë, tha, unë s'di gjë. Ne po ikim, po ju lëmë juve. Po, thuaj ato fjalët e bukura ju. Dëgjojmë të hënën e ardhshme deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top Radio dhe e dini se çfarë vjen pas pak.